Nga kjo ndeshje, ne si tifos presim vetëm fitoren e kombëtares tonë, Shqipërisë dhe asgjë tjetër. Lojtarët e kombëtares janë me emocione, pasi e dim luajmë kundër Serbisë, edhe shpresojmë që t'i largojnë emocionet edhe të hapin maksimumin fush, edhe të çonojmë fitore me çdo kusht. Jam marrë shumë me sport dhe nëse shqyqojmë në këndvështrimin sportiv, dëshira ime është që të fiton Shqipëria, por përsëri do t'ja lëmë ta shohim përfundimin e ndeshjes. Personalisht unë mendoj që ndeshja të jetë barazim, po dëshira ime është që të fiton Shqipëria. Po kjo ndeshje tani kalon për te futbollit, për shkak se është shumë më emocionale se sa ndeshje tjera. Unë futem tani në lëkurën e lojtarëve dhe e di se çfarë presioni mund të kenë ato në një ndeshje të tillë ku gjithë sytë e gjithë shqiptarëve, po edhe të palës tjetër janë të ngërthyera në këtë ndeshje se çfarë do ndodhi edhe si do realizohet, sa do jemi të kujdesshëm edhe si do mbarojë në fund. Emocionalisht mua më duhet të flas atë që ngjej dhe them se Shqipëria do dalë fituese, edhe pse në këto lloj ndeshjes, të cilat kanë një peshë mjaft të madhe, siç thash, për te futbollit, çdo moment gjatë atyre 90 minutave do jetë mjaft i rëndësishëm. Një moment i pakujdesshëm mund t'i çojë gjërat në një kahje të cilën mund edhe ne mos e donim edhe askush tjetër. Mirë po, unë shpresoj edhe dua që futbollistët pikëspari të jenë profesionistë, me koka të ftohura dhe t'japin maksimumin dhe kur marr parasysh kompaktësinë që ka kombëtarja shqiptare dhe përrecurinë që ka pasur këto vitet e fundit në raport me kombëtarin tjetër, e cila ka pasur rënje të mëdha nga ajo që ka qenë para 10 viteve ose më tepër, unë mendoj se ne kemi përparësi.